është objekti më i madh islam në Evropë. Xhamia e Romës zë 12.000 besimtar musliman. Ajo u ndërtua në vitin 1995 fal ujdisë së komunitetit musliman ndërkombëtar dhe qeverisë italiane. 23 shtete kanë participuar në ndërtimin e kësaj xhamie, 30.000 metra katror. Mesgjidi mbushet me xhamatlin gjatë namazit të xumos, në të tjerat kohë jo edhe aq, për shkak se shumica e popullsisë në kryeqytetin italian ku ajo ndodhet është katolike. Sidoqoftë, pothuajse asnjëherë vendfalja nuk mbetet thatë nga vizitat e turistëve. Është hera e parë që e vizitoj dhe është mirë që muslimanët ta vizitojnë këtë xhami. Veç për falje, xhamia shërben edhe si qendër kulturore islamike, ku organizohen 10 evente. Ajo është projektuar nga arkitekt italian, ka elemente të arkitekturës islame dhe moderne, një kupolë madhështore dhe një minare 43 metra të lartë. Distanca mes saj dhe Koloseut, monumentit ikonik të Romës, është rreth 4.5 deri në 5 kilometra. Mund ta përdorni autobusin apo metron për ta vizituar. Ky emision mundësohet nga 99 SM, Kasbas, DT Group, Crypto Albanian, Renault Course, Sultan Drinks, Mjekra Store, Creative Hair Salon, Burger Bros, Shënjestër.net